Ja, se je do përcu. Je do përcu. Edhe i një zonë e mirë, inshallah. E të shkoj gjithë jetë lumtur. Doja? Doja. Kena net një 3-4 euro bosh. Zonën se tapis. Ameraj. S'ka ka me shku pa dojen. Po. Djali tezës. A vash me gjithë, po, mos e modi. A vash të kështë krushku pundorash. Puna që hëtë për shpanu se e ditë. A maron, që më si Po. A teorime të shikohet. Po në nërë. I një shizon e mirë, Po në nërë, urime që të tri, jetë gjatë të vdesin bërë. Nuk doja, të desha mirë, edhe i një shizon e mirë. Në sirë, unë pjesët. Doja. Të mirë. Zonë e mirë, po i që Mërserë, zime, të gjithof shiftiri. Doja. Zuar. Du me shku me qëtë gjëro. Pora. Doja. Zor. Ja, men det är så fint att jag måste inte här. Och det är jätteroligt. Zuar me gjithë. Zuar. Dita. Zuar. Zuar. Alex Zuar tonë po të kohën e kini shkurt, po punëtori e ban norme shvet.
Zor Gjania! Qërë? Vojnë jo, jak ju. Tu. Звичайно. Ти думаєш, правда? А, Ждони пати їти собі. Десь, чекаємо ці. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Hajde, trashëgime. Në emër të Atit e të Birit e të Shpiritit Shenjtë. Zoti qoftë me ju. Urime. Mirë, sot që festojmë këtë martesë, do të dëgjojmë një fjalë prej Zotit. Luftoj që të qetësohuni, se sigurisht jeni me shumë emocione, që shpresoj që kjo fjalë t'ju shoqëroj gjatë viteve të martesës. Shpresojmë që Zoti ju dhuroj që të arrini në pleqerin e lume, që bashku, edhe dashtë Zoti edhe me shumë fëmijë. Mirë. Zoti qoftë me ju. Leximi Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Lumturi të qoftë ty o Zot. Në atë kohë u tha Jezusi nxënësve të vet: sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Nëse i mbani urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Sikurse edhe unë që i mbajta urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në të. Ju thash këto që gëzimi im të jetë në ju, e gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhri im: doni njëri tjetrin sikurse unë ju desha juve. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë, ju unë të uleni, qifti ka mundësi me qëndru në kam. Fabio dhe Aledia. Zoti ju donë pa mas. Edhe si kisha ne gëzojmë që bekojmë në emrin e Krishtit dashurin, që Zoti është dashuria. E dëshiron ai që dashuria juaj, gëzimi që vjen për dashurisë, të rritet, të jetë i plot, gëzimi juaj të jetë i plot. Zoti na thot: duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Si Krishti na ka dashur deri në fund.
Kjo është dashuria e vërtet. Dashuria e Krishtit e kryqëzuar, që dhuron krejtësisht jetën e vetë. Por që ti të duash aledjen, edhe që aledja të doj ty, nevojitet që ju personalisht të jetoni këtë dashuri, që të ushqehjeni për kësaj dashurie. Sigurisht u jeni njohur pak, do të njihni njëri tjetrin edhe më shumë. Edhe shpresoj që të keni njohë të metat edhe të mirat. Në gjanat të mirat, kolaj me dash tjetrin. Në të meta, jo. Per me dash tjetrin, në tërsin e vetë, nevojitet që ne të eksperimentojnë këtë gjë, që në tërsin ton, ne jemi të dashur falas prej Krishtit. Vetëm ashtu, kena mundësinë me kënë të hapur me dash tjetër. Nëse eksperimentojmë vazhdimisht, që Zoti nuk kërkon gjabë prej nesh për të kënë të dashur prej ti. Por me kënë se na donë, të shiron që ne të jena plot me dashuri. Ju tashme merr një pjesë në dashurinë e Krishtit me kishën e vetë. Tjetu marrë misionin e burrit, e Krishtit. Krishti është koka e shtëpisë, i pari në dashuri. Çfarë do me thënë kjo punë? Që Fabio ka misionin, edhe kur janë të folë me ta, janë të folë edhe me të gjithë ju që jeni të martuar. Nëse jeni katolik, krishter, tjetu marrë misionin, e me kënë i fundit, Krishti që ka kanë dhandri kishës, që është dhandri kishës, u përkull për balë grushe vetë. Në të arkën e fundit ka larë këmbët dishepujve, e me larë këmbët ishte puna e i fundit të shtëpisë. Edhe Krishti ka marrë mi vete. Të ti jetu marrë këtë mision, mu përkull për balë aledjes. Me keni pari, do me thënë që të kesh iniciativë si me dash, ma mirë edhe ma shumë. Aledjen, aledja shife mirë, Fabian. Në të është Krishti, që ti të duash Krishtin, ke nevoj me kalu në për Fabian. Me dash Fabian si kisha donë dhandrin e vetë, që është Krishti. E si donë kisha dhandrin e vetë, duke dorëzuar krejtësisht. Me kënë se merë gjithë shka për i Krishtit, dhuron gjithë shka Krishtit. Të erkuraju, Zoti do t'ju ndihmoj. Ku me marrë ndihmën e Zotit? Në kishë. Unë ju presë këtu, nëse keni me jetu në leshë, ju presë këtu që të djelen, që të ushqeheni prej Krishtit, o kudo që të jeni, e rëndësishme që ju të jeni të bashkuar me Krishtin e mes. Fort e dashur, keni ardhur në këtë shtëpit e Zotit, që dashuria juaj të vulloset prej Zotit me vullën e shenjtë para mbareshtuesit e kishës dhe para bashkësisë. Këtë dashuri Krishti e bekon me begati. A i pasuron dhe i forcon ata që i ka shuguruar me pagzim me një sakramente veçantë, që njëri tjetrit t'ja ruaj besni kërinë e përhershme dhe t'i marrë mbi vete detyrat tjera të martesës. Prandaj para kishës, po ju pyes për qëllimin tuaj. Fabio dhe Aledia, a keni ardhur këtu pa shtërëngim që me lirit e plot të veni kuror?
Thoni qarta që të gjithë ta dëgjojmë pa dyshim. Po. Mirë, a keni dëgjuar mirë? A jeni të gatshëm që gjatë tërë jetës suaj në martesë ta duani dhe ta nderoni njëri tjetrin? Po. A jeni të gatshëm t'i pranoni prej hyjit me dashuri fëmijët dhe t'i dukoni sipas ligjit të Krishtit dhe të kishës së tij? Po. Dasht Zotit të jenë shumë, jeni bujar. Pra, pasi keni vendosur të lidhni kuroren e shenjtë të martesës, jepjani njëri tjetrin dorën e djathtë. Dhe para hyjit dhe para kishës së tij, shprehni pëlqimin tuaj. Unë, Fabio, po të marrë ty Aledja për gruan time dhe të premtoj se do të ruaj besnikërinë në të mirë dhe në të vështirë, në shëndet dhe në sëmundje, të premtoj se do të dua dhe do të nderoj në gjithë jetën time. Unë, Aledja, po të marrë ty Fabio për burrin tim dhe po të premtoj se do të ruaj besnikërinë në të mirë dhe në të vështirë, në shëndet të mirë dhe në sëmundje, do të dua dhe do të nderoj në të gjitha ditët e jetës time. Pëlqimin tuaj që i deftuat para kishës e pranoft Zoti me mirësinë e vet, dhe ndikoft në ju bekimin e vet. Çka hyj bashkon, njeriu të mos e ndaj. Amen. Hajde, ma sjell pak që ta bekoj. Dhe nuk shëndur. Zoti bekoft të unaza që do t'ja jepë njëri tjetrit në shenjët e dashurisë. Amen. Amen. Aledja, merë këtë unaz në shenjët e dashurisë dhe besnikërisë time, në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Fabio, merë këtë unaz në shenjë të dashurisë dhe besnikërisë time, në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Qojmi në kam, ju keni mundësi me gjënjëzu, ju jap bekimin, nëse keni mundësi. Vëllezër dhe motrat e dashur, me uratat tona të përvujta, ta therrasim bekimin e hyjit mbi bashkëshortë të rinj, që ai vetë ti përkrah mirësisht mendimin e vetë, mbasi pajisi me sakramentin e martesës. O ati shenjtë, krijuesi mbar rrezullimit, ti krijove burrin dhe gruan në përgjasimin tënd, dhe bashkësinë e tyre të begatshme me bekime të mëdha. Me përvujtëri po të lutemi për këtë nuse, që sot po lidhet me burrin e vet, me anë të sakramentit të martesës. Ardh mbi të, o Zot, dhe mbi bashkëshortin e saj, bekimi yt i pasur, që me dhurimin martesor të njëri tjetrit, ta solisin familjen me fëmijë dhe ta pasurojnë kishën. Në gëzime të levdojnë ty, o Zot, në trishtim të kërkojnë ty, në vështirësi ta gëzojnë ndihmën tënde, kurse në nevojë ta shohin se je pranë tyre për t'u ndihmuar. E kur t'i arrin pleqërisë së lume,
bashkë me këta miq që po i rrethojnë, të mberrin në mbretërinë qiellore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Tashmë qohemi në kam dhe gjithë së bashku të themi lutjen që Krishti na ka mësuar. Ati ynë që je në qiell, o shenë të roftë e mryt, ardhë mbretëria jote, o baftë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bokën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të vijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Në emër të Zotit mund të shkoni në paqe. U trashëgofshin. Urime. Mi ven a 200 gram.
hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through that.
Tini tini